Kalim tek pika 5 për mbledhjen e sotme, shqyrtimi i propozimit vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 të datës 30 prill 2026. Qeveria jonë në vazhdimsi ndërton politika që morrin parasysh nevojat reale të grave dhe mbështesin pjesëmarrjen e tyre të barabartë në jetën profesionale. Për këtë qëllim, parajosh është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 i propozuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila siguron mbështetje për mjekët specializante gjatë periudhës së lehonisë. Për më shumë detaje, ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Arben Vitin, që të merr fjalën. Faleminderit shumë kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra. Para jush është vendimi për plotësim ndryshimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 të datës 30 prill 2026 për pagesat e specializanteve lehona që janë në shkollim specialistik. Ministria e Shëndetësisë vjen mbështetjen financiare për specializantet lehona, të cilat janë kthyer nga pushimi i lehonisë dhe si pasojë ndërprerjes së vijimit të programit specialistik gjatë kësaj periudhe. Nuk kanë përfunduar modulet, ciklet e trajnimit specialistik të parapara sipas programit të specializimit. Ky vendim siguron vazhdimsinë e zhvillimit profesional të tyre, shmang pengesat që kanë ardhur si rezultat i ushtrimit të drejtës për pushim të lehonisë dhe kontribon në ruajtjen e barazisë në qasje ndaj specializimit sipas dispozitave ligjore në fuqi. Përmes mbështetjes financiare për lehonat në shkollim specialistik, qeveria avancon objektivat e saj për rritjen e pjesëmarrjes në tregun e punës, përmirësimin e mirëqenies sociale dhe zbatimin e të drejtave të nënës dhe familjes. Ju faleminderit dhe ju ftoj ta mbështesni propozimin. Faleminderit Ministër Vitia. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Digitalizimi nuk është vetëm çështje e sistemeve dhe platformave, por edhe investimit në njerëzit që i zhvillojnë dhe i përdorin ato. Me këtë propozim vendim të Ministrisë për Digitalizim dhe Administratë Publike, miratojmë kornizën për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës, e cila do të udhëheqë zhvillimin e aftësive digjitale të administratës publike dhe do të mbështesë ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët. E ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, zotërin Luzon Jakxhiun, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra dhe zëvendës ministër. Më lejoni që para jush paraqes propozim vendimin e Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike për miratimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Zhvillimi i shërbimeve digjitale publike, përdorimi më i mirë i të dhënave dhe teknologjisë, si dhe mbrojtja e sistemeve dhe informatave kërkojnë kapacitete të përshtatshme njerëzore në të gjitha nivelet e administratës publike. Deri më tani, zhvillimi i aftësive digjitale nuk ka pasur gjithmonë një piknisje dhe një orientim të përbashkët institucional. Korniza e propozuar adreson pikërisht këtë nevojë. Kjo kornizë përcakton një model të unifikuar për zhvillimin e aftësive digjitale, thelbësore të nevojshme për qeverisje efektive, ofrim cilësor të shërbimeve dhe inovacion. Ajo ofron bazën që nevojat për kapacitete të identifikohen në mënyrë më sistematike, që zhvillimi profesional të planifikohet sipas roleve dhe përgjegjësive dhe që institucionet të përdorin një orientim të përbashkët gjatë zhvillimit të stafit të tyre. Korniza synon që transformimi digital të kuptohet si ndryshim institucional dhe profesional e jo vetëm si investim në sisteme e teknologji. Në këtë mënyrë, ajo ndihmon në forcimin e kulturës së shërbimit ndaj qytetarit, bashkëpunimit ndërinstitucional, përdorimit të sigurt dhe të përgjithshëm të teknologjisë si dhe aftësisë së administratës për të përshtatur zhvillimeve të reja. Zbatimi praktik i këtij orientimi do të mbështetet edhe përmes planit për trajnimin dhe zbatimin e kapaciteteve digjitale që zbatohet përmes ICAP-it, i cili do të paraqitet si pikë veçantë për miratim në mbledhjen e radhës së qeverisë. Kështu, korniza dhe plani përbëjnë dy instrumente komplementare, ku e para përcakton modelin e përbashkët, ndërsa i dyti e përkthen atë në masa të organizuara për zhvillim profesional. Duke pasur parasysh rëndësinë e kapaciteteve njerëzore për suksesin e transformimit digital dhe përmirësimin e shërbimeve publike, ju ftoj që ta miratoni propozim vendimin për aprovimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Ju falenderoj.
Faleminderit Ministri Agjiu, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratuhet.